Pejgamberi jon alayhi salatu wassalam ka thënë jeto sa të jetosh një ditë ki më nda më vdek. Duje kënd ta duash, sa ta duash, një ditë ki më ba, ka një me ta ki më nda. Sot të ndahet edhe burri prej gruas, edhe e vlat të ndahen prej nënës. Dëgjua kini prej ligjëratave të vërezave tona, të kolegëve tonë, hoxhallarëve, unë du me ju thonë diçka sot që do njëherë nuk e kam thonë në vëreza, sot du me thonë një rast çuditshëm që e kam lexuar vetë. Një non e një djalë, një non e një djalë. Ai djali shumë i mbrapsht në lagjën e vetë. Kur u bën e moshën 30-35 vjeç, i ardhi vdekja. E ka kuptuar që i ka ardhur vdekja, po i thot nënës, oj nën, kur të më përcjallesh tha mua, ka më vdekun, kur më përcjallesh mua, mos kallzon lagje hiç kërkont, se si kam bë mirë kuj. Masi nuk i kam bë mirë kuj, s'po dua edhe në lagje kush me ditë këtë punë. Po çka? Që lekët, paret, gjej 4 vetë, pastrojnë edhe mbarin. Rasti që ka ndodhë është interesant në Basra të Irakit, në kohën e Hasan el Basriut, rahimahullah. Edhe, çka po ndodhë? Vdiq djali, nona pe kryen tash obligimin e vërrimit. I gjon 4 vetë, me vërros edhe me barte, me qefinos, edhe po e qojnë në vërreza. Tash 4 vetë po e qojnë një person në vërreza, as kush xhamat, to shkuan në vërreza, nona vetë mas gjenazës, po shkon mas djalit, që ka vdek, edhe në rrugë e takuan Hasan el Basrin. Hasan el Basria, kur e pa u çudit vetë, ky dietar i kohës në atë zaman ka qenë. Dietar prej dietarëve më të mëdhej, edhe në zamanin ton, na hoxhallarët që ka përmendim prej ulemave të dinit ton, është Hasan el Basria me emën. Deri ditën e kiametit Allahi ja u kalon emnat e ulemave të mëdhej. Kur e pa Hasan el Basria një gjenazë për shkon veç me 4 persona, tha vallahi pa ju bëmi 5 ti s'po boj ka. Edhe për shkon mas asaj grua, sa e gruja për para, ajo son kaqe për mas se ka hallin e djalit vetë. E shkuan të vori, e vërrosën e kret, edhe djali, nona porrit e vori, s'po e la vorin me hec, nona porrit e vori. Hasan el Basria, këtë djetari, porrin nga larg, vori u kry, ata 4 e vorosën, këtë djalin shkuan, gruja ka nget e vori, u afrua Hasan el Basria, këtë djetar, pi për mas, pi thot, oj motër, lanet ngoje qëta, oj motër, tha qka e të bo aty, qo shko ma? Ajo se ka pa që jo Hasan el Basria. Thot unë qfar halli kam, ti nuk e din. Mës më pyet, as më s'vol. Edhe një heri tha, prapa jo nuk e kuptoj. Për strati tha, oj motër, tha unë jem djetari filoni, Hasan el Basria. Tha vallahi mës t'kishe kon ti Hasan el Basria, nuk dhe të tregojsha qfar ka ndodh. Je interesuam ti me pyet qka ka ndodh, se 4 vetë. Qka ka ndodhë, motër? Tha, djali jem, kër e mori vesh që ka ardhë vdekja, më tha me përësi, zaj 4 vetë, me pare, me hak, ne të më vërosin, ne të qefinosin, ne të kryjnë obligimin tem, pa i kalzu kërkuj, se nuk i kam ba mirë. Edhe ma la një përësi, ojnën, tha, kur të shkojnë ata, ti mës shko me njëherë. Ojnën. Kur të shkojnë ata, ti mës shko me njëherë, prit të vori pak. I dha që shtu donës. Nona ka vu veshin të vori, i e vladit.
O Hasan il Basri, ati djetarin që tha. Këtë përësi që ka ma ka përësit djali, tha une e kreva. Qka njeve të vorri? E njeva një zonë doli pi djalit pi vorrit doli. Tha, oj nan, shko rahat në shpi. Më së bon marak për mu, se jem takua me matë mëshirë shmin, me Allahun Gjellë Gjellalu. Me matë mëshirë shmin, mi ka falë kretë gabimet e më së bon marak jeto e qetë oj nëna jema. Këto e tregova unë qështu që shëndëgjuhet, se vetë kam lexua. E lusim Allahun Gjellëshanu kjo motra janë tjetë e qetë këtu ku ashtë. Allah ja ban vëdvorin kopsht të gjenetit edhe ja falët gabimet. Edhe një kosisht ja udhëzoft kretë farefisin e vetë. Po edhe një kosisht Allahu Gjellë Gjellalu ja letësoft për gjelgjen me thonë Allahu Zoti jam, Islami feja jama, Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam pejgamber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم